Dejona Aleksandër Mihajli ka dhënë urdhër për ndryshe ju shkon karriera poshtë. Jo, nuk i drejt. Jo, s'ki drejt. Unë nuk do të pranoj asnjëherë që për shtetin e Kosovës, për qytetarin e Kosovës, të ma imponoj vendimin Dejona Aleksandër Mihajli. Si Ramush Haradinaj, si Ganimet e Musliu. Edhe ky ligj, si gjitha ligjet që janë trajtuar gjatë këtyre 15 ditëve, është sjell në kuvend me procedurat e përshpejtuara, pa respektuar as afatet ligjore, pa u përfunduar të gjitha procedurat që duhet të ndjekën kur rishqyrtohet ose procesi ndryshimi i ligjeve kur bëhet, dhe duke pas parasysh që keni duplifikuar agjendën e kuvendit në të njëjtën kohë, keni vendos ka 2-3 komisione në të njëjtin orar, e kemi pas të pamundur që të punojmë me seriozitet në këtë projekt ligj. Përkundër kësaj, në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për çështjet sigurisë dhe mbrojtjes, ditën kur ishim prezent edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes, kam adresuar të gjitha çështjet të cilat janë kontestuese në këtë ligj dhe fatkeqësisht edhe nga ana e zyrtarëve të Ministrisë nuk kanë marrë përgjigje dhe nuk kanë mundur që t'i argumentojnë vërejtjet që i kemi dhënë. Unë, e nderuara kryetare, ju bëj thirrje juve para sa të nënshkruani këtë ligj, sepse siç duket, me që veç jeni ushtruese detyre e presidentes, ju do ta keni fatin ta nënshkruani këtë ligj pas të dite. Ju kisha lutur shumë që ta lexoni mirë dhe të merrni këshilla, sepse ky ligj e rrezikon sigurinë e brendshme të Kosovës. Pa dashur të nalem në detaje në amandamente dhe nejnët kontestuese, sepse i kam thonë shumicën edhe në shqyrtim të parë, në lexim të parë gjatë shqyrtimit e këtij projekt ligji, i kam thonë edhe në komision, por është e qartë se këtu nuk vlen asnjë rregull tjetër përveç urdhrit të Dejona Aleksandër Mihajlit. E pam edhe pak më herët, deputetët e mazhorancës nuk guxojnë ta ngrisin dorën për të votuar, pa e pa me sy që atje shkruan që nuk është i propozuar nga opozita. Nuk ndëgjojnë fare çka interpretoni ju, nuk ndëgjojnë fare çfarë vrejtje është dhënë ju. E rëndësishme është që Dejona Aleksandër Mihajli ka dhënë urdhër për ndryshe ju shkon karriera poshtë. Isha duke të ndëgju shumë me vëmendje deputete Musliu, edhe po të mos e kishe përmend këtë pjesën e fundit, natyrisht që do të vlerësoja një qëndrim të tillë dhe do të kujdesesha që kur të vjen në zyre që të kem parasysh këtë aspekt që e përmende. Por e tregove qëllimin edhe nuk kam nevojë mu marr më me këtë çështje. Jo, nuk i drejt. Jo, s'ki drejt. Edhe unë të luta, thash, lexoje mirë dhe këshillohu para se me e nënshkru këtë ligj, për arsye se ishte shumë e zëshme kur u diskutua për ligjin për lojrat mesdhetare dhe the që mu më intereson shumë vendimet që i merr kjo sallë dhe në rend të parë duhet jemi përfaqësues të popullit Kosovës. Dhe duke filluar nga ky parim, edhe unë sot po të bëj thirrje në emër të kësaj salle dhe qytetarëve të Republikës Kosovës se ky ligj bëhet për qytetarët e Republikës Kosovës, lexoje dhe rishikoje mirë, sidomos amandamentin 9 këtij ligji. Unë kam punuar amandamentet për këtë ligj, por nuk i kam dorëzuar, jo pse s'kam dashur, jo pse kam pritu me punu, jo pse më kam mungu vullneti e dëshira, por e kam pa që është e pamundur që dhash kontributin në këtë përbërje të komisioneve parlamentare. Prandaj edhe njëherë, po të lutem shumë, me sinceritetin më të madh, të lutem, shikoje mirë këtë ligj, sepse ky ligj është i damshëm për shtetin e Kosovës dhe rrezikon sigurinë e Kosovës. Unë nuk do të pranoj asnjëherë që për shtetin e Kosovës, për qytetarin e Kosovës, të ma imponoj vendimin Dejona Aleksandër Mihajli. Po më duket që keni fillu ka pak me reflektu, se kur pe dini që ja u ndërprej fjallën, në fund pe thuni atë që ish dasht, ndoshta si Ramush Haradinaj, si Ganimet e Musliu. Vazhdojmë me projekt ligjin.